Trupi po ju paralajmëron për një atak kardiak nëse keni këto simptoma. Trupi e paralajmëron njeriun për sëmundje të ndryshme në forma të çuditshme. E gjitha çfarë ndodh është edhe ataku kardiak. Trupi kalon në disa faza për një muaj rresht dhe në fund të gjitha fazave pritet të ndodhë ataku kardiak, citon studimi. Në këtë video do të rëndisim disa informacione të cilat sipas Healthline mund t'ju ndihmojnë për të kuptuar fazën e parë të problemeve që lidhen me shëndetin e zemrës. Nëse keni lodhje të vazhdueshme, pa qenë aktiv dhe pa ngritur pesha ose pa kryer punë, mos e neglizhoni, adresoheni tek mjeku pasi rreth 70% e femrave, të cilët pësuan atak kardiak kishin lodhje të pakuptueshme. Dhimbjet abdominale në 50% të rasteve mund të shkaktojnë atak kardiak. Insomnia ose pagjumësia te 50% e femrave që kanë pasur atak ishte shenja kryesore. Marrje të ngadalta të frymëmarrjes, rrahje të çrregullta të zemrës gjithashtu lidhen me shëndetin kardiak.